Komisioni Evropian ka nisur punën drejt heqjes graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, është konfirmuar nga ky institucion. Në një përgjigje me shkrim për mediat nga zyra e shtypit e Komisionit Evropian, theksohet se po punohet drejt heqjes graduale, të kushtzuar dhe të kthyeshme të masave. Konfirmohet gjithashtu se kësaj faze i ka paraprir një shkëmbim qëndrimesh mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë takimit të ministrave të jashtëm të mbajtur në muajin prill. Siç merret vesh jo zyrtarisht, nisja e heqjes graduale për momentin është më shumë simbolike se sa substanciale. Bashkimi Evropian ka zhbllokuar funksionimin e nën komiteteve me Kosovën dhe ka rifilluar asistencën teknike nga Fondi i Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Sipas disa burimeve diplomatike në Bruksel, ky është maksimumi që BE mund të ofrojë aktualisht, pasi që për heqjen e plotë të masave kërkohet pajtim unanim i të gjitha shteteve anëtare. Për të arritur këtë konsenzus, thuhet se nevojiten veprime konkrete nga autoritetet e Kosovës në përputhje me konkluzionet e muajit dhjetor, ku u theksua se heqja graduale e masave do të ndodhë paralelisht me hapat konkret të autoriteteve kosovare drejt uljes së tensioneve në veri të vendit. Me kërkesë për